Qeveria ka vendosur ndërtimin e një velire të dytë në Durrës. Çfarë mendoni? Ajo nuk është velieri, ajo është kot fare. Është kot betonizuar. Nëse do bëhet një tjetër? Do bëhet, po e bën tjetër po, ajo është nuk është çfarë çafë mbledh ato monat. Po shkone Të ngjashme do ta bëj. Mos a zoj të shoj pensionin, më mirë se sa të bëj një bisnik tjetër siç e bën. Gëzuar 1 prillin. Na rredim hiqa. Nuk e mendoj domethënë që ka shumë dërtohet të Durrës kjo. Po është vendosur? Po është vendosur domethënë nga qeveria. Po. Po, unë nuk kam dakord. Pse? Po nuk është marrë mendimi ashtu i popullit domethënë popull durrësak. Sot e dini se çfarë date është? Sot një marrë është dita e gënjeshtrave. 1 prilli. 1 prill, po 1 prill gëzuar, po është dita e rrenave, po. Çfarë mendosh për këtë qeveri se nuk du të lodhem shumë? Edhe si të themi me mirë, të themi keq, qeveria e bëj gjanat vetë. Mes na pyet njëri. Dhe sidomos me moshën e tretë. Durrësit i duhet një velire dytë thoni? S'ma merr mendje. Si thoni ju? Gëzuar 1 prillin. Edhe juve, gëzuar. Po ne në veni pasur me velierë do bëjmë. Është para një. Ky qytet meriton çik më shumë. Jam 68 vjeç, edhe qyteti Durrësit ka qenë edhe 5 herë më i bukur se kaq. Sot është 5 herë më i keq saq. Gëzuar 1 prillin. Faleminderit dhe ju, gëzuar 1 prillin. Nuk është e drejtë. Pse? S'është e drejtë. Vetëm beton Durrësi. Gëzuar 1 prillin. Shumë gabim, sepse populli nuk ka nevojë për riviera, edhe për gjëra të tjera, ka nevojë vetëm për mirëqenie, për ngritjen e pensionit, për rritjen e rrogave, për pastërtinë këtu. Sot është 1 prilli. Kështu që gëzuar 1 prillin. Faleminderit, gëzuar, jeni mirë, gjithë të mirat. Të mirat e ju. Inshallah popullit të jetë sa më mirë, themi ne. Mendoni se i duhet Durrësit një velirë tjetër? Që Durrësi ka nevojë për tjera gjëra më të mira. Shërbimet e qytetit, pastrimin e të sandushka. Po këtë velirë besoj që nuk i duhet më. E dini çfarë ditë është sot? Ditë e martë, rrena, fal. 1 prilli, gëzuar 1 prillin. Për mendimin tim dhe ajo është gabim që është bë. Jo kjo tjetër që nuk e di se si do bëhet, po kjo këtu që është shumë gabim, që prishi gjithë pamjen e Durrësit. E dini çfarë ditë është sot? Ditë rrenësh. Gëzuar 1 prillin. Gëzuar dhe juve.